Përshëndetje të nderuar shikues, jemi të në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot do të ndiqni. Thirrja për aplikime në skemën kombëtare të mbështetjes në bujqësi për 2025 është çelur këtë të hënë dhe do të qëndrojë hapur deri në 30 maj. Skema kombëtare synon të nxjisë zhvillimin e qëndrueshëm të bujqësisë, të rritë prodhimin vendas dhe të përmirësojë konkurrueshmërinë e produkteve shqiptare në treg. Subjektet politike kanë vijuar takimet elektorale. Drejtuesit e dy partive të mëdha në vend, Rama dhe Berisha, i zhvendosën takimet me shqiptarët në Itali, ndërkohë që partia Mundësia çeli zyrtarisht fushatën elektorale. 18.829 votues do të ushtrojnë të drejtën e votës në 36 qendra votimi në njësinë vendore të Dropullit. Listat përfundimtare janë afishuar pranë qendrave të votimit, ndërsa banorët e kryonerit në Dropullin e Sipërm nuk do të votojnë në fshatin e tyre pasi nuk plotësojnë numrin 300. Lagjet karakteristike të qytetit të Gurtë po frekuentojnë këto ditë pranvere nga i numër i lartë turistësh vendas dhe të huaj. Vizitorët zgjedhin që jo vetëm të vizitojnë këto zona, por edhe të akomodohen në përbujtinat që janë çelur. Ju njohim tani më gjerësisht thirrja për aplikime në skemën kombëtare të mbështetjes në bujqësi për 2025 është çelur këtë të hënë dhe do të qëndrojë hapur deri në 30 maj. Skema kombëtare synon të nxjisë zhvillimin e qëndrueshmërisë të bujqësisë, të rrisë prodhimin vendas dhe të përmirësojë konkurrueshmërinë e prodhimeve shqiptare në treg. Ditën e sotme janë çelur skemat kombëtare të mbështetjes për bujqësinë, ku 4 do të jenë masat kryesore, të cilat zënë edhe numrin më të lartë të aplikantëve për Gjirokastrën, ku janë mbështetja për gjethet, mbështetja në bletari, mbështetja për subvencionimin e naftës, dhe që në orët e para të mëngjesit të sotëm fermerë të shumt janë paraqitur pranë drejtorisë së bujqësisë për të bërë aplikimin apo për të marrë ndihmën e nevojshme. Sipas të dhënave, interesi këtë vit është më i lartë, ndërsa numri aplikantëve pritet të tejkalojë vitin e kaluar. Fermerët e qarkut të Gjirokastrës kanë filluar të paraqiten pranë pikave të aplikimit, duke shfrytëzuar këtë mundësi për të rritur prodhimin dhe cilësinë e punës në sektorin e bujqësisë. Të aplikuar për dhënë zgjedhje, 300 dhënë, 150 dhënë. Kam aplikuar gjatë 3-4 vjet. Edhe? Mirë, me aplikimet mirë. Të kënaqur. Kam dalë për fitus në gjitha këto. Na ndihmojnë pothuajse gjysmat e shpenzimeve. Dele kemi. Sa krerë keni? 200 krerë. Po herë të tjera ke dalë për fitues? Kam dalë. Sa ju vinë ndihmë juve këto? Krej misrin e tyre. Mendoni se si vjet do dilni për fitues, si plotësoni kushtet? Po, i plotësoj. Kam 10 lopë. 10? Po. Ke aplikuar herë të tjera? Jo, sot për herë të para. Mendon se do fitosh? Po. Aplikime do të qëndrojnë të hapura deri më 30 maj. Procesi mund të bëhet pranë AZBR-s ose online. Subjektet politike kanë vijuar takimet elektorale. Drejtuesit e dy partive të mëdha në vend, Rama dhe Berisha, i zhvendosën takimet me shqiptarët në Itali, ndërkohë që partia Mundësia çeli zyrtarisht fushatën elektorale. Ndjekim materialin e përgatitur. Kryeministri Edi Rama zhvilloi një takim me përfaqësues të diasporës shqiptare në Milano në kuadër të fushatës për zgjedhjet e 11 majit, ku theksoi rëndësinë historike të votës së shqiptarëve jashtë vendit. Për herë të parë diaspora shqiptare do të ketë mundësinë të votojë pa qenë e detyruar të udhëtojë drejt Shqipërisë. Është hera e parë në historinë tonë të zgjedhjeve që edhe ju, edhe të gjithë shqiptarët jashtë kufive do të kenë mundësi të zgjedhin pa pasur nevojë të vinë në Shqipëri. Dhe në vend se ju të vini në Shqipëri, jemi ne që vim tek ju, dhe më vjen jashtëzakonisht mirë që edhe këtë, siç zotuam në kryet herës, e bëm realitet, dhe tani çdo shqiptare që do të shprehet me votën e vetë për drejtimin e vendit, ka mundësi ta bëj pa lëvizur
nga vendbanimi i vet kudo ku është jashtë kufive të Shqipërisë. Dhe ishte thënë që në të parat zgjedhje ku shqiptarët e Europës dhe të botës marrin pjesë, fati ynë, fati shqiptarëve të na sillte në një zgjedhje që është si një përballje përfundimtare me historinë tonë. Kryeministri u ndal edhe tek drejtësia duke theksuar se reforma është një nga arritjet më të mëdha të qeverisë së tij dhe se sulmet ndaj saj nga opozita janë të rrezikshme për të ardhmen e vendit. Ai bëri thirrje që shqiptarët të marrin fatin e vendit në dorë përmes votës. Është mundësia për ta bërë realitet duke tejkaluar të gjitha dasit partijake, të gjitha llogoret dhe barikadat, të gjitha hendeqet dhe sherret, për ta bashkuar Shqipërinë e tërë, Shqipërinë e socialistëve dhe demokratëve, Shqipërinë e të gjithë shqiptarëve në sofrën e Bashkimit Evropian. Dhe sa më të bashkuar, sa më të vetëdijshëm t'jemi për fatin që na ka ardhur tamam si zogu në dorë, atëhere aq më e sigurt është që ne me dorën tonë, me duart tona, do t'i japim fund historisë së një populli të trajtuar si populli dorës dytë. Do t'i japim fund në përkëmbjes dhe përjashtimit të vetes tonë si popull nga fati ynë evropian. Duke e cilësuar historinë e shqiptarëve në Itali si burim frymëzimi, kreu demokrat Sali Berisha në takimin e Aleancës për Shqipërinë Madhështore me shqiptarët që jetojnë dhe punojnë në breshat Italisë, tha se jo pa qëllim u zgjodh ky qytet si stacioni i parë pas çeljes së fushatës elektorale 2 ditë më parë në Tiranë. Berisha quajti 2025-ën si vitin e shpëtimit të Shqipërisë, ku sipas tij shqiptarët e diasporës do të firmosin në 11 maj fundin e narkodiktaturës. Kaluam një opozitë të gjatë. Vërtet kaluam një proces rithemelimit të vështirë. Vërtet u luftuam me gërsinë më të madhe 3 vite me radhë, me qëllimin më të ligë për të zhdukur dhe krijuar Shqipërinë pa opozitë. Po ashtu si ju, si diaspora, që fitojnë çdo sfidë dhe ne kaluam çdo pengesë. Ne u ngritëm nga hiri për një mision të shenjtë. Mbrojtëm demokracinë, mbrojtëm interesin kombëtar. Dhe do shpëtojmë Shqipërinë nga diktatura e dytë. Në mbyllet fjalës së tij me shqiptarët e breshjas në Itali, kreu demokrat Sali Berisha tha se pasaporta europiane që premton kryeministri Rama jo vetëm është mashtrim, por kjo pasaportë sipas tij ka fytyrën e mbështetësve që sot janë pas hekurave. Berisha ju bëri thirrje bashkëdhetarëve të votojnë rotacionin politik me ndryshimin Noi Siamo Uno. Denoncim, Partia Demokratike Dega Gjirokasë denoncon. Sullat e rilindjes rrezikojnë jetën e qytetarëve, pikërisht në lagjen 18 shtatori, në zonën më të populluar të qytetit dhe pranë shkollës Koto Hoxhi, ku të gjithë ne si prindër kemi fëmijë tanë, duhet urgjentisht të vendosen tabelat rrezik vdekje. Sullat e pallatit shkëputen nga lartësia e katit të 4 dhe rrezikojnë jetën e banorëve. Tenderat e famshëm të rilindjes e kanë dhënë efektin e tyre korruptiv. Kryetari i Bashkisë Gjirokasës, shoku Flamur Golemi, zero shqetësim për situatën.
Ajo që e shqetëson atë është fushata 11 maj dhe gara e brendshme e tyre po sfitoj pirua ku mbaro do t'i shkull veshin golemi. I panikosur nga kjo situatë, a i shtron gosti me drejtor, ish drejtor dhe patronazhist të ngjeshur fort me njëri tjetrin, ku të japin përshtypjen sikur rrinë dy veta në një karrige. Pyetja lind. Kjo gosti është nga xhepi i tyre personal apo nga taksa paguesit Gjirokastrit? Nëpërmjet kësaj deklarate i bëjmë thirrje kryebashkiakut të marrë të gjitha përgjegjësitë dhe t'i përmbajë betimit që ai ka dhënë. Qytetarët Gjirokastrit më datën 11 maj do t'i japin përgjigjen e merituar Partisë Socialiste pa program. Ju faleminderit. Partia Mundësia ka çelur zyrtarisht fushatën për zgjedhjet e 11 majit nga Pallati i Kongreseve. Kryetari i kësaj partie, Agron Shea, i vuri theksin te lufta kundër korrupsionit duke shprehur mbështetjen absolute për SPAK. Sipas Sheait, synohet rritja ekonomike e Shqipërisë për një shtet që nuk rëndon mbi qytetarët. Sot jemi këtu për të bërë ëndrrën realitet. Ta bëjmë Shqipërinë vendin e mundësive për të gjithë. Nuk ka asgjë më të fuqishme se një ide të cilës i ka ardhur koha. Shqipëria sot përballet me shumë probleme. Por burimi kryesor është korrupsioni. Ai nuk është vetëm një fenomen, por mënyra se si qeveriset vendi. Ky sistem nis nga maja e shtetit dhe zbret në çdo hall. 18.829 votues do të ushtrojnë të drejtën e votës në 36 qendra votimi në njësinë vendore të Dropullit. Listat përfundimtare janë afishuar pranë qendrave të votimit, ndërsa banorët e Krionerit në Dropullin e Sipërm nuk do të votojnë në fshatin e tyre pasi nuk plotësojnë numrin 300. Komisioni Zonal Zgjedhor numër 83 do të organizojë procesin zgjedhor të 11 majit në 3 njësitë administrative të Bashkisë Dropull, në Dropullin e Sipërm, Dropullin e Poshtëm dhe në Pogon. Anëtarët e Komisionit Zonal Zgjedhor numër 83 këto ditë po merren me verifikimin e qendrave të votimit. Gjithashtu, po bëhet edhe verifikimi i listave. Në krahasim me zgjedhjet e përgjithshme të vitit 2021, në territorin e Bashkisë Dropull do të ketë një qendër votimi më pak. Në KZ-n e Dropullit, nga 37 qendra votimi që qenë, si vjet janë 36, një fshat, domethënë siç e ka dhe ligji që ka më pak se 300 votues, edhe ky fshat do të në fshat që në ftinj do votoj. Njëkohësisht, në të gjitha fshatat e Dropullit të Pogonit, tashmë janë afishuar listat përfundimtare të zgjedhësve. Listat e zgjedhore kanë ardhur, kanë filluar që ato të afishohen në çdo qendër votimi, janë kontrolluar qendrat e votimit që të jenë të rregullta me dritë me kështu. Nuk kemi në një ndërim nga vendi, domethënë janë ato qendrat e votimit ku kanë qenë në zgjedhjet e mëparshme. Sipas listave përfundimtare, numri votuesve të regjistruar në Bashkinë e Dropullit arrin në 18.829, pa përfshirë emigrantët që janë regjistruar tek platforma e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe kanë fituar të drejtën e ushtrimit të votës nëpërmjet postës. Ndërsa në ndanë më pak se një muaj nga zgjedhjet parlamentare të 11 majit dhe në një moment kur partitë politike kanë ndezur motorët e fushatës elektorale, KQZ ka dalë me një mesazh informues për qytetarët mbi hapat që duhet të ndjekin për të votuar partinë apo kandidatët e preferuar në fletën e votimit. Për më shumë ju ftoj të ndiqni videon e përgatitur nga KQZ. Në zgjedhjet e datës 11 maj, votohet vetëm me një fletë votimi. Ju mund të votoni në një nga mënyrat e treguara në vijim, përndryshe fleta e votimit do të jetë e pavlefshme. Nëse doni të votoni vetëm për partinë apo vetëm për koalicionin, vendosni shenjën X ose plus brenda kutisë për bri emrit të partisë apo koalicionit të partive që doni të votoni. Nëse doni të votoni vetëm për një nga kandidatët që është në listën parapëlqyese, vendosni shenjën X ose plus brenda kutisë për bri emrit të kandidatit që keni zgjedhur. Në këtë rast, vota juaj llogaritet për kandidatin që keni zgjedhur, njëkohësisht edhe për partinë apo koalicionin të cilit i përket ky kandidat. Kujdes, ju nuk mund të votoni për një parti apo koalicion dhe njëkohësisht për kandidatin e një partie apo koalicioni tjetër. Voto të dëgjohesh.
Lagjet karakteristike të qytetit të Gurt po frekuentohen këto ditë pranvere nga një numër i lartë turistësh vendas dhe të huaj. Vizitorët zgjedhin që jo vetëm të vizitojnë këto zona, por edhe të akomodohen në për bujtinat që janë çelur në ta. Të huajt gjithnjë më tepër zgjedhin të përfshin në agjendat e tyre vizitat në lagjet e sipërme të qytetit të Gjirokastrës. Ndër më të njohurat është lagja Dunavat, ku arkitektura unike shtëpive prej guri, të ndërtuara sipas stilit tradicional gjirokastrit, po tërheq gjithnjë më tepër vizitorët. Është e mrekullueshme. Këtu ndjen vërtet historinë, kulturën tipike të vendasve. Çdo shtëpi duket si një vepër arti, me çatit e gurta dhe portat me harqe. Është kaq ndryshe me Francë nga vendi i cili vim ne. Kishim parë në rrjetet sociale fotot dhe videot, por është diçka ndryshe kur e prek atë nga afër. Pamja panoramike që ofrohet nga kjo lagje mbi qytet dhe lugina është shumë tërheqëse. Së bashku me mikpritjen e banorëve vendas. Tek ngjiteshim takuam shumë banor. Ata na përshëndetën dhe na ftuan. Duken mjaft miqësor, po ndihemi si në shtëpinë tonë. Një tjetër atraksion që po fiton gjithnjë më shumë vëmendje është ura e Alipashës, që ngrihet mbi lagjen Dunavat, një monument që tërheq jo vetëm për historinë, por edhe për pozicionin piktoresk. Vim nga Londra, për një javë jemi në Shqipëri. Ndërkohë në Gjirokastër kemi vetëm 2 ditë. Vizituam qytetin, kalan dhe muzet. Vendosëm të vizitojmë dhe urën e Alipashës. Është një vepër arti madhështore. Tereni ishte pak i vështirë, por ja vlen ta vizitosh. Kjo lagje ka ruajtur në thelb autenticitetin e saj dhe kjo është pikërisht ajo që kërkojnë të huajt, përvoja të vërteta dhe të paprekura më parë. Shquhemi si një vend me rrezatim diellor, pothuajse gjatë gjithë vitit, por ajo që vjet re është mungesa e theksuar e vitaminës D në organizëm. Si vlerat e ulta dhe ato të larta të saj krijojnë problematika, ndaj mjekët apelojnë për marrjen e kësaj vitamine me rekomandim. Mungesa e vitaminës D është një fenomen që haset te shumica e pacientëve që vuajnë nga sëmundjet reumatizmale. Me një eksperiencë 30 vjeçare në ndjekjen e këtij grupi sëmundjesh, mjekja reumatologe Vjollca Koko ngre këtë fenomen që sipas saj nuk duhet të ishte prezent në vendin tonë me një rrezatim diellor pothuajse gjithvjetor. Në punën time të përditshme kam shumë të sëmurë që vinë dhe e kanë pasimatet vitamina D kanë në nivele nuk shkon, e ka në nivelet të ullët. Standardizimi i matjes së vitaminës D ka 3 nivele. Normali, që është mbi 30, pamjaftueshmëri që është 10 deri në 30, 15 deri në 30 dhe ka dhe mungesë. Të sëmurët që vinë këtu në spitalin e Gjirokastrës, në poliklinik që i ndjek më shumë se jam ambulatorisht, kanë nivel të ullët të vitaminës D, në nivelet e pamjaftueshmërisë dhe në nivelet e mungesës. Dhe kjo nuk shkon me këto për 2 favore që ne tham, ose privilegje. Ti quajmë privilegje, se kemi vitaminë, kemi dietën, kemi dhe rrezatimin diellor. Koko apelon për marrjen e saj suplement vetëm me rekomandim të mjekut e jo sipas dëshirës, pasi si vlerat e ulta dhe ato të larta krijojnë problematika. Ajo që ndes shumë është që të sëmurët i marrin vetë. Mi dërgojnë djali nga Amerika, nga Kanadaja, mi dërgojnë i marrin vetë në farmaci, po duhet kemi parasysh nëse janë të rrezikshme edhe nivelet e ulta të vitaminës D, janë pa të rrezikshme edhe nivelet më të larta të vitaminës D që mund të bëhen pa dashje duke përdorur këto medikamente. Marrja e vitaminës D duhet jepet nga specialisti. Edhe sepse duhet bërë një vlerësim total i të sëmurit. Pamjaftueshmëria e vitaminës D në organizëm ndikon në rimodelimin jo normal të kockës dhe përpasoj shkaktohen sëmundjet demineralizuese, ku një prej tyre është osteoporoza. Në këtë periudhë intensive për bujqësinë, Bashkia Libohov ka përqendruar punën në mbështetje të fermerëve lokal. Janë planifikuar dhe nisur ndërhyrje për rehabilitimin e rrugëve bujqësore dhe blloqeve të parcelave, me synim lehtësimin e aksesit në tokat e punueshme. Kjo bashki ka në total 620 fermerë. Me ardhjen e pranverës, sektori bujqësisë ka hyrë në një periudhë të ngarkuar dhe vendimtare për përgatitjen e tokave dhe mbjelljet e sezonit. Në këtë kuadër, Bashkia Libohov ka përqendruar vëmendjen në mbështetje të fermerëve lokal
për të krijuar kushte më të mira pune. Një nga prioritetet e kësaj periudhe është rehabilitimi i infrastrukturës rrugore në zonat bujqësore. Bashkia e ka përqendruar punën e vet kryesisht në krijimin e kushteve për fermerët, është evidentuar, planifikuar rehabilitimi i infrastrukturës kryesisht rrugore në rrugët bujqësore, në bloqet e parcelave. Krahas infrastrukturës rrugore, Bashkia Libohov ka ndërhyrë edhe në sistemin ujitës, duke qenë se ujitja është një nga faktorët thelbësor për mbarvajtjen e prodhimit bujqësor, është punuar për rehabilitimin dhe pastrimin e kanaleve ujitëse, si dhe për përmirësimin e skemave ekzistuese. Në skemat ujitëse ka filluar ndërhyrja. Ndërhyrjet do të krijen pasi këto krijen nga burimet e bashkisë dhe nga mjetet e bashkisë. Janë evidentuar një zonë problematike e cila ndodhet në zonën e fshatit Drino, e cila ka patur probleme gjatë vitit kaluar dhe është punuar ditët e para në këtë zonë. Këto masa synojnë të sigurojnë një furnizim më të qëndrueshëm me ujë për tokat bujqësore në të gjitha njësitë administrative të bashkisë. Saranda ka prodhuar disa nga notarët më të talentuar dhe të suksesshëm në Shqipëri, duke lënë pas një trashëgimi të pasur në sportin e notit. Me përkushtim dhe pasion të palodhur, këta sportistë po mundohen ta mbajnë gjallë këtë sport, duke rekrutuar të rinjt, që ky sport të ketë vazhdimsi për këtë qytet. Sporti i notit përbën një merit për sa i përket zhvillimit historik sportiv të Shqipërisë. Qyteti bregdetar i Sarandës është një prej qyteteve i cili e ka patur traditë, e ka nxjerrë shumë sportistë ndër vite. Trajneri Edi Vasi na tregon se ka një frekuentim të madh nga brezi i ri dhe kjo tregon më së miri ruajtjen e kësaj tradite, ndërkohë që në zadrin e qytetit ushtrohen të gjitha grup moshat. Në sportin e notit në Sarandë është, mund të them, është djep i sporteve. Aty ka filluar vite më përpara, të cilat dhe e frekuentojnë shumë fëmijë të rritur dhe gjithkohësisht mund të them se tradita ka lënë gjurmët e veta. Mund të them se në tani në këtë sezon bile kanë filluar dhe të shkojnë dhe vetë rinia. Edhe pse është pak ujë i ftohtë. Kurse gjatë bearit kemi patur shumë pjesëmarrje, si fëmijë, si të rritur, të cilët duan, siç e kam thënë dhe herë tjetër, që dhe për kalitje dhe për hobin e tyre. Mund të them se kemi edhe vajza të rritura, pasi mbaroj me fëmijët dhe me ekipet zinxhir që kemi, i kanë dhe ato pjesën e tyre që duan ta ushtrojnë këtë sport. Trajneri Vasi thekson se gjatë kësaj periudhe po planifikohen aktivitete ku të rinjt, kryesisht fëmijët, kanë objektiv që në garat që do të zhvillohen të arrijnë rezultate të kënaqshme. Në vazhdim, fëmijët kanë bërë objektivat e tyre dhe nuk janë pak, janë 5-6 moshe e vogël që janë cilësor, por kemi dhe të rinj që do të... Dhe dëshira e tyre është këtë vit do ta fillojmë më shpejt, do ta fillojmë më shpejt se duam që të marrim rezultate. Qyteti i Sarandës ka prodhuar disa nga notarët më të talentuar dhe të suksesshëm në Shqipëri, duke lënë pas një trashëgimi të pasur në sportin e notit. Përfunduam këtu të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ në RTS Gjirokastra. Ndahemi bashkë minuta kofshë.